Të nderuar pjesëmarrës, më 13 janar 1913, plot 13 vite më parë u krijua Policia e Shtetit Shqiptar. Ju ftojmë të ndiqni një dokumentar ku është pasqyruar rrugtimi i Policisë së Shtetit përgjatë më shumë se një shekulli, progresi i bërë ndër vite dhe kontributi i dhënë nga punojësit e policisë në shërbim të qytetarëve të këtij vendi. 113 vjet në shërbim të ligjit, rendit dhe qytetarëve, që nga lindja e Shtetit Shqiptar ka një nyj që lidh të gjitha fijet e sigurisë. Vendi ku ligji takohet me rendin, autoriteti me besimin dhe siguria me shoqërinë. Dhe kjo nyj është Policia e Shtetit. Policia nuk është vetëm një strukturë administrative. Ajo është themeli mbi të cilin shteti ndërtohet çdo ditë. Garancia që ligji nuk mbetet në letër, por realiteti i prekshëm për qytetarin. Çdo reformë, çdo hap drejt një shoqërie të sigurt ka pasur nevojë për policinë, si një shërbim i pazëvendësueshëm për shoqërinë. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, lindi nevoja për krijimin e policisë, e cila u krijua dhe u ngrit si gardiani i sovranitetit dhe ligjit, kur rrugët e qyteteve shpesh ishin të pabanuara dhe të pasigurta. Policia ishte drita që ndriçonte errësirën, simboli i një shteti që nuk do ta praktiste qytetarin. Gjatë rrugtimit historik, policia ka kaluar stuhitë e trazirave, rreshjet e krimit dhe errat e ndryshimeve shoqërore. Por mbijetoi, u konsolidua dhe u bë më profesionale, më me përvojë, më e fortë dhe më e besueshme. Shumë burra dhe gra të guximshëm dhanë gjithçka. 231 punonjës policie që ranë dëshmor, duke mbrojtur jetët tona dhe ligjin, janë yjet që ndriçojnë historinë tonë. Ata janë të kthendur në pjedestalin e kompit dhe nuk harrohen kurrë. Veteranët, me përvojën dhe sakrificën e tyre, janë rrënjët që e mbajnë institucionin gjallë, duke përcjell vlerat tek brezat e rinj. Ata na kujtojnë se çdo uniform ka një histori, çdo emblem ka një frym dhe çdo detyrë ka një sakrificë. Por policia nuk është vetëm forcë dhe disiplinë. Ajo është besim. Besimi i qytetarëve te ligji, drejtësia dhe zbatimi i tij. Në dekadat e fundit, ky besim është ndërtuar përmes veprave, pranimit dhe përkujdesjes për çdo qytetar, duke kthyer policinë nga një autoritet në një partner të besueshëm. Në këtë frym bashkëpunimi dhe ndërtimi besimi, një vëmendje veçantë i është kushtuar sigurisë në shkolla. Policia e Shtetit ka qenë e pranishme çdo ditë pranë institucioneve arsimore, duke bashkëpunuar ngushtë me nxënësit, mësuesit dhe prindrit. Përmes komunikimit të drejtë për drejtë, edukimit ligjor dhe ndërgjegjësimit, policia është ndërruar nga një autoritet në një partner të besueshëm për të rinjt, duke ndërtuar një mjedis më të sigurt dhe duke kultivuar respektin për ligjin që në moshë të hershme. Operacionet e zhvilluara përgjatë vitit 2025 nga Reparti Special Renea, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, Forca Kombëtare e Sigurisë dhe strukturat vendore të policisë në disa qytete të vendit për goditjen e grupeve kriminale. Rezultatet pozitive në parandalimin dhe luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Zbardhja e ngjarjeve kriminale të vjetra dhe vjedhjeve të pronës. Ulja e kriminalitetit me një vrasje më pak krahasuar me vitin 2024. Rritja 3 fishe parandalimit të përshkallëzimit të konflikteve. Përballimi me sukses i sezonit turistik veror. Giro d'Italia. Samiteve dhe ndeshjeve ndërkombëtare. Operacionet e përbashkëta me partnerët në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Eliminimi i barrierave për paprekshmërinë e personave të kërkuar ndërkombëtarisht në disa vende. Akreditimi i Akademisë së Sigurisë në Ministrinë e Arsimit dhe binjakëzimi me akademinë në rajon, Evropë dhe në Amerikë. Përkrahja e qeverisë në rritjen e pagave dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe bazës logjistike, si dhe vlerësimi për kontributet veçanta, ka rritur ndjeshëm besimin e qytetarëve dhe dëshirën e të rinjve për të bërë pjesë e policisë së shtetit. Për herë të parë, u hapën dyert e fakultetit për sigurinë dhe hetimin për maturantët, duke kthyer Akademinë e Sigurisë në një alternativë konkurruese. Në botën e sotme, ku krimi nuk njeh kufi, policia është një rrjet mbrojtës që bashkëpunon me partnerët dhe agjencitë ligjzbatuese kombëtare dhe ndërkombëtare për të parandaluar rreziqet që kërcënojnë sigurinë. Modernizimi i bazës logjistike, teknologjia dhe trajnimet e vazhdueshme forcojnë armët e saj paqësore, profesionalizmin, dijen dhe disiplinën. Sot, misioni i policisë nuk është thjesht parandalimi i krimit, por ndërtimi i sigurisë dhe besimit në zemrën e qytetarit. Një fëmijë që sheh policin si mik, një familje që sheh policin si mbrojtës, një qytet që sheh policin si partner.
Kjo është arritja më e madhe një institucioni. Policia e shtetit është sot më shumë se kurrë një institucion në shërbim të qytetarit, një aleat i besueshëm, një mbrojtës i ligjit dhe jetës së përbashkët. Por siguria nuk është vetëm detyrë e policisë. Ajo është përgjegjësi e përbashkët. Të nderuar qytetar, le të ecim së bashku në një rrugë të ndriçuar nga ligji dhe respekti, për një Shqipëri ku rendi nuk është vetëm një fjalë, por një realitet i prekshëm. Policia e shtetit është pranë jush 24/7, duke u përpjekur çdo ditë të bëjë më shumë, të jetë më e mirë dhe më e besueshme. Sepse një shoqëri e sigurt nuk ndërtohet vetëm me ligj, por me besim, bashkëpunim dhe përkushtim. Bashk për rend, për siguri dhe për një të ardhme më të mirë. Gëzuar 113 vjetorin e policisë së shtetit. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë ditë të shënuar, ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, për të mbajtur fjalën e rastit. Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti zëvendësministër i Brendshëm Qefalia, nderuar zëvendësministër e Brendshme zonja Caka, nderuar drejtuesi i prokurisë posaçme zoti Brau, nderuar zëvendës prokurori i përgjithshëm zoti Koça, të nderuar përfaqësues të agjencive ligjzbatuese dhe institucioneve tjera shtetërore, nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe të rëndëve në krye të detyrës, të dashur kolegë punonjës policisë shtetit, zonja dhe zotëri. Sot nuk festojmë thjesht një përvjetor. Sot nderojmë një histori, një mision, një institucion që prej 113 vitesh qëndron në këmbë përballë sfidave. 13 janari është një datë historike dhe jetike për vendin tonë, sepse pa rend nuk ka liri dhe pa siguri nuk ka të ardhmë. Kjo e vërtet e thjesht ka udhëhequr për 113 vite misionin e policisë shtetit. Që nga dita kur plaku i mençur Ismail Qemali, kryeministri i kohës, vendosi krijimin e policisë, e cila përgjatë rrugtimit të saj ka qenë dhe mbetet kur themeli i rendit, i ligjit, stabilitetit shoqëror, por edhe simbol i bashkimit kombëtar. Mjafton të përmendim faktin që drejtuesi i parë i policisë shqiptare ka qenë Halim Bey Gostivari nga Gjakova. Organizata jon ka ecur krah për krah me historinë e vendit, ka përballuar sfida të mëdha, tranzicione të vështira dhe momente vendimtare, por duke ruajtur gjithmonë me fanatizëm misionin e saj, mbrojtjen e jetës dhe pronës sigurisë qytetarëve. Rrugtimi i saj është një histori sakrifice, guximi dhe përkushtimi, ku çdo uniform flet për një detyrë, çdo emblem për një frym dhe çdo veprim për një premtim të patundur ndaj shoqërisë. Gjatë këtyre 113 viteve, 231 punonjës policie, 231 dëshmor, më të mirët prej nesh, dhanë gjithçka, duke vendosur jetën e tyre mbi çdo rrezik për të mbrojtur qytetarët dhe ligjin. Akti tyre sublim krijoi bazamentin mbi cilin ndërtohet besimi, forca morale dhe identiteti ynë institucional. Sot e përjet ata janë motivi i misionit ton dhe krenaria e policisë dhe i gjithë shoqërisë. Emri i tyre është i skalitur në historinë e kombit ton. Në këtë rrugtim 113 vjeçar kanë kontribuar gjenerata të tëra dhe sot gjejmë rastin të shprehim mirënjohjen tonë për veteranët e policisë, për kontributin dhe trashëgiminë që ata kanë lënë ndër breza. Ata janë thesari i përvojës, burim frymëzymi dhe shembull i profesionalizmit për brezat e rinj të policisë, të cilët na kujtojnë se policia është një mision i shenjtë, ku në themel qëndron përkushtimi i palëkundur dhe guximi deri në vetmohim. Viti që lan pas tregoi fuqinë dhe vendosmërinë tonë. Operacione suksesshme kundër grupeve kriminale, luftë të pandërprerë dhe kultivimit dhe trafikimit narkotikëve, zbardhje të ngjarjeve kriminale, ulje të kriminalitetit, përballim të suksesshëm të sezonit turistik, deri dhe aktiviteteve me famë ndërkombëtare, si dhe zhvillimin e Akademisë Sigurisë si një qendër moderne dhe konkurruese për të rinj. Të gjitha këto janë dëshmi se policia e shtetit nuk stepet, nuk thyet dhe nuk ndalon kurrë. Ajo zhvillohet, trajnohet dhe punon çdo ditë më mirë për qytetarin dhe ligjin. Përpos kësaj, organizata jonë nuk është perfekte. Ashtu si dhe ne nuk jemi të tillë, por të gjithë jemi në një sfidë të përditshme, sfidë me veten, sfidë me standardet, sfidë me pritshmëritë për të mësuar nga gabimet dhe për të përmirësuar ditë pas dite. Mos harroni të dashur kolegë sakrificën e përditshme. Ju jeni aty kur asnjë tjetër nuk është. Në diell, shi, dëbor, ju jeni telefonata e parë e çdo problemi. Jeni modest në misionin tuaj, por gjithmonë prezent. Çdo operacion, çdo mision dhe çdo angazhim është provë se ligji nuk është thjesht një normë, por një realitet i prekshëm për qytetarët. Rezultatet e vitit kaluar tregojnë se bashkëpunimi dhe koordinimi me partnerët kombëtar e ndërkombëtar janë baza e suksesit tonë. Policia e shtetit është sot një partner i besueshëm dhe i barabartë, e angazhuar në skuadra hetimore dhe operacionet përbashkëta kundër krimit organizuar
dhe krimeve globale në funksion të rritjes sigurisë kombëtare, rajonale dhe më gjerë. Profesionalizmi dhe besueshmëria e policisë shtetit përgjatë vitit 2025 u vlerësuan me çmime dhe tituj nga partnerët ndërkombëtar. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Të nderuar kolegë, kjo ditë nuk është vetëm fest, është kujtesë e përgjegjësisë që mbajmë mbi supe dhe reflektim për misionin tonë. Sjellja etike, humanizmi, angazhimi dhe sakrifica juaj është në bazë të besimit të qytetarëve për një shoqëri më të sigurt. Vetëm me profesionalizëm, integritet dhe bashkëpunim do ta bëjmë policinë e shtetit çdo ditë më të besueshme dhe më të fortë. Të nderuar qytetarë, policia e shtetit është e juaj. Besoni në punën tonë. Gëzuar 113 vjetorin e policisë së shtetit shqiptar. Nderim për çdo punonjës policie që shërben me përkushtim dhe dinjitet. Mirënjohje familjes dëshmorëve dhe qytetarëve për mbështetjen dhe besimin. Lavdi dëshmorëve të policisë, lavdi dëshmorëve të ADL. Faleminderit. Faleminderit zoti drejtori i përgjithshëm. Ftojmë zëvendësministrin e punëve të brendshme, zotin Qemal Qefalia, për të mbajtur fjalën e rast. Të nderuar deputet, antar të Komisionit Sigurisë, i nderuar zoti Proda, drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit, i nderuar zoti Brau, drejtuesi i SPAK-ut, i nderuar zoti Koça, zëvendës prokurorit përgjithshëm, zoti Keta, drejtuesi i BKH-s. Të nderuar përfaqësues të misioneve partnere pranë Policisë së Shtetit. Të nderuar drejtues dhe pjesëtar të dikurshëm të Policisë së Shtetit. Të nderuar drejtues dhe punonjës policisë shtetit, zonja dhe zotëri të ftuar në këtë takim. Sot kam nderin të kujtoj me krenari 113 vjetorin e formimit policisë shtetit, këtij institucioni kaq jetik për shtetin, për shoqërinë, e cila më shumë se një shekull ka qëndruar në shërbim të rendit të sigurisë së qytetarëve. Historia e këtij institucioni është një histori përpjekjesh të pandërprera, përballjes me sfida të vështira të ndryshme në zhvillime shoqërore dhe politike. Përgjatë këtyre viteve, policia ka qenë gjithmonë pranë qytetarit, në ditë të qeta, por edhe në momentet vështira dhe krizash, siç ishte edhe momenti që kaluam para pak ditësh nga moti i vështirë që ndodhi në vend. Sakrifica juaj të nderuar punonjës policisë së shtetit është një sakrificë sublime, të cilët keni shkuar, kolegët tuaj që i përmendë edhe drejtori i përgjithshëm, ka shkuar deri në dhënien e jetës për të shpëtuar jetët e të tjerëve. Kjo është një vlerë e lartë morale e këtij institucioni. Ndaj në këtë ditë të veçantë, por ulemi me respekt të thellë përpara dëshmorëve të policisë së shtetit dhe shprehim mirënjohjen më të thellë dhe më të sinqertë për familjarët e tyre. Sot policia e shtetit është në një transformim të vazhdueshëm, profesional, modern, më i orientuar drejt standardeve europiane. Kjo fal punës dhe punonjësve të strukturave të policisë shtetit duke filluar nga niveli më i ulët e deri tek drejtuesi madhor zoti Proda. Pa harruar këtu ndihmën e pakursyer të asnjëherë nga partnerët tanë europian. Lufta ndaj krimit organizuar, korrupsionit, trafiqeve të palishme, garantimi i rendit dhe i sigurisë publike mbeten prioritete absolute në shërbim qytetarëve dhe së drejtës. Ne jemi të vendosur që të forcojmë më tej sundimin e ligjit dhe besimin e qytetarëve te policia e shtetit. Angazhimi ynë është i qartë: rend, siguri dhe ligjshmëri. Më lejoni të nderuar pjesëmarrës t'ju përcjell në emër të ministrit brendshëm Zoja Koçiu Albana, e cila ndodhet me një shërbim jashtë shtetit, mirënjohjen dhe falënderimin e thellë për çdo punonjës policie, për përkushtimin, sakrificën që kanë treguar në kushte të vështira për të garantuar rend dhe siguri për çdo familje shqiptare. Pasi pas çdo polici ka një nën që lutet dhe një fëmijë që pret. Ndaj, mbështetja e qeverisë shqiptare dhe posaçërisht e kryeministrit Rama për policinë e shtetit do të vazhdojë me intensitet lartë përmes investive në trajtim, në teknologji, mirëqenie, për të forcuar këtë institucion, për të arritur një shkallë më të lartë sigurie, për të patur një polici të standardeve europiane.
pasi policia ekziston për qytetarët dhe qytetarët e bëjnë policinë e fortë. Edhe njerë, ju falemderit për këtë shërbim që i bëni Republikës. Ju falemderit, zoti zëvendësministër. Të nderuar pjesëmarrës, në kuadër të 113 vjetorit të Policisë së Shtetit, nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit janë akorduar 4 medalje mirënjohje dhe për rezultate të larta dhe 67 certifikata për shërbime të dalluara dhe certifikata karriere për strukturat policore dhe punonjës të Policisë së Shtetit në gjithë vendit. Dorëzimi i tyre do të bëhet sot në kuadër të ceremonive të realizuara në çdo strukturë policore, në vlerësim të kontributit të dhënë nga këta punonjës në shërbim të Policisë së Shtetit. Gjatë kësaj ceremonie do të dorëzohen medaljet e akorduara për 2 struktura policore dhe medaljet dhe certifikatat e akorduara për 2 punonjës të Policisë së Shtetit. Ftojmë zëvendës drejtorin e Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për dorëzimin e medaljeve dhe certifikatave të akorduara. Me motivacionin për profesionalizmin, guximin dhe reagimin e menjëhershëm në neutralizimin dhe kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe për kontributin e vazhdueshëm në finalizimin e operacioneve kundër krimit të organizuar, garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Medalje mirënjohje i është akorduar Njësisë Speciale Renea. Ftojmë shefin e Njësisë Speciale Renea, kryekomisar Altin Darda, për tërheqjen e medaljes. Me motivacionin për rezultatet e arritura në goditjen e krimit të organizuar, kapjen e personave me rrezikshmëri, të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe për bashkëpunimin efektiv me agjencitë ligjzbatuese në rrjetin ndërkombëtar ENFAST. Medalje mirënjohje ishte akorduar Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale. Ftojmë drejtorin e kësaj drejtorie, kryekomisar Mel Skoçi, për tërheqjen e medaljes. Me motivacionin për rezultatet të larta të arritura, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të Policisë së Shtetit. Medalje për rezultatet të larta i është akorduar drejtues Raimonda Rexha, këshilltar në kabinetin e drejtorit të përgjithshëm. Ftojmë drejtues Raimonda Rexha për tërheqjen e medaljes. Me motivacionin për meritat të veçanta, për kushtimin dhe profesionalizmin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të Policisë së Shtetit. Medalje për rezultatet të larta i është akorduar drejtues Arben Ujka, drejtor në Drejtorinë e Rikuperimit të Aseteve. Me motivacionin për profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të Policisë së Shtetit.
Certifikat për shërbime të dalluara i është akorduar kryekomisar Irma Çela, me detyrë shef sektori në Drejtorinë e Analizës dhe Planifikimit në Drejtorinë Policisë Rrugore. Ftojmë kryekomisar Irma Çela për të tërhequr certifikatën. Me motivacionin për meritat të veçanta, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të policisë së shtetit. Certifikata e karrierës që është akorduar drejtuesi i parë Ferdinand Mara, me detyrë drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit dhe Drejtimit. Ftojmë drejtuesi i parë Ferdinand Mara për tërheqjen e certifikatës. Duke ju uruar gëzuar 113 vjetorin, ju falenderoj për pranimin tuaj në ceremoni.